Një fjali e fuqishme, sidomos kjo e fundit. Po, një përgjigje direkte për akuzat e prokurorisë, sepse akuza kryesore e prokurorisë është që tha që Veseli, Selimi dhe Krasniqi si një grup i organizuar kanë pasur qëllim që të marrin sundimin e Kosovës. Pra, kjo ka qenë piknisja ose akuza kryesore që në vazhdimsi prokuroria ka bërë në drejtim të katërshës së UÇK-s, pa çka që çet katërtit edhe në këtë përgjigje të shkurtër që sapo e dëgjuam, tha që e thot të kundërtën, pra të njëjtit kanë pasur synim çlirimin e Kosovës nga okupatori dhe jo sundimin e saj, sepse kur atko janë nisur të vinë në Kosovë për të luftuar armikun, asnjëherë se kanë ditur ato të mbeten gjallë apo do të kthehen që të sandojnë, siç po pretendon prokuroria në këtë rast. Pra synimi i katërshës i gjithë popullit të Kosovës, siç e ka shpjeguar edhe thaqën këtë felim, por edhe të tjerët, ka qenë liria e plot dhe asnjëherë sundimi ose ndonjë po flas përpjekje tjetër që ta çojnë diku tjetër shtetin e Kosovës. Do të kalojmë nga fjala përmbyllëse e ish-presidentit të Thaçit tek fjala përmbyllëse e ish-kryetarit të Kuvendit, Kadri Veseli.